Emër vetë asnjërin deklarat nga Partia e Lirisë. Etjet e hedhura në rrugët trotuare, plehra pranë banesave dhe një situatë që rëndon çdo ditë mbi jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Por skandali bëhet edhe më i rënd kur përballë këtij realiteti kujtojmë inceneratorin Fantazmë të Tiranës, një projekt që nuk u ndërtua, por që prej vitesh vazhdon të jetë simbol i mënyrës se si parat publike mund të gdhabërohen pa u dhënë qytetarëve shërbimin për të cilin paguajnë. Miliona euro janë derdhur nga buxheti i shtetit për një incenerator që nuk ekziston, ndërsa plehrat ekzistojnë kudo në rrugët e Tiranës. Ky është absurdi i kësaj qeverisjeje. Inceneratori nuk është, por pagesat janë. Fabrika nuk është, por faturat janë. Shërbimi mungon, por taksat paguhen. Plehrat janë në rrugë, ndërsa parat janë zhdukur. Sa më shumë shqiptarët paguajnë, aq më pak marrin në këmbim. Kjo nuk është thjesht pa aftësi administrative, është një model i qeverisjes ku qytetarit i kërkohet të paguajë gjithmonë më shumë, ndërsa çdo ditë dështimi i mungon përgjegjësia. Si mund të justifikohet qytetarët e Tiranës të përballen me kazandet e mbushur, kur për menaxhimin e mbetjeve janë shpenzuar shumë të jashtëzakonshme nga parat publike? Kush përgjigjet për këto miliona? Kush kontrollon kontratat? Kush kontrollon pagesat? Dhe mbi të gjitha, pse shqiptarët duhet të vazhdojnë të paguajnë për një incenerator fantazm, ndërkohë që Tirana mbytet nga plehrat? Qeveria duhet të ndalojë menjëherë propagandën dhe të japë llogari për çdo qindark të taksa paguesve. Partia e Lirisë kërkon transparencë të plotë mbi fondet, kontratat dhe pagesat e kryera për menaxhimin e mbetjeve dhe inceneratorin e Tiranës, si dhe përgjegjësi institucionale dhe ligjore për çdo abuzim me parat publike. Tirana nuk ka nevojë për fasada dhe propagandë, ka nevojë për një qytet të pastër, shërbime funksionale dhe një pushtet që u jep llogari qytetarëve. Sot, pamja e Tiranës është fytyra e këtij dështimi. Plehrat në rrugë, miliona në kontrata dhe një incenerator fantazmë që vazhdon të gdhabërojë paratë e shqiptarëve. Kjo nuk mund të quhet qeverisje.